Një burr e çoi gruan që e donte në një vend ku askush nuk e priste, në një vend aq të varfër sa shumë njerëz do të iknin pa hezituar. Por ai nuk po I tregonte vetëm shtëpinë e tij. Ai po e testonte zemrën e saj. A do të qëndronte ajo me të apo do të largohej si të tjerët para saj? Dhe kur ajo do të merrte vendimin e saj, a do të ndryshonte gjithçka? U luni rehat dhe le të zhytemi në këtë histori. Një mbrëmje e qetë në qytetin e Himarës, një burr I quajtur Arjan ecte ngadalë me një grua të quajtur Jeta, të cilën e donte. Ata ecën përmes një rruge të varfër dhe të ngushtë. Zona ishte e qetë, rruga ishte e vështirë dhe shtëpi të vjetra me çati të ndryshkuar rrinin ngjitur me njëra tjetrën. Ky ishte lloji I vendit ku banonin njerëzit e varfër dhe ata që nuk mund të përballonin shtëpi të rehatshme. Jeta shikoi përreth ngadalë. Ky nuk ishte vendi që ajo e kishte imagjinuar se banonte Dritan. Jeta e kishte pyetur disa herë se ku banonte, por Dritan gjithmonë buzëqeshte dhe e ndryshonte temën. Në fillim, ajo nuk e kishte marrë shumë seriozisht, por me kalimin e kohës filloi të ndjente se ai ndoshta po fshihte diçka. Tani, ndërsa ecën së bashku në heshtje, ajo ndjente se e vërteta ishte gati të dilte në shesh. Dritan I hodhi një shikim të shpejt, pastaj shikoi përsëri larg. Zemra e tij po rrite më fort se zakonisht. Ai kishte përballur biznesmen të fuqishëm pa frikë. Kishte nënshkruar marrëveshje miliona pa hezitim. Por ky moment e bënte të nervozosh, sepse ky moment nuk ishte për biznes. Ky moment ishte për zemrën e tij. Ky ishte momenti që do t'i thoshte nëse Jeta e donte vërtet apo do të largohej si të tjerët. Sepse Jeta nuk ishte gruaja e parë që ai e kishte çuar në atë shtëpi të vogël. Gjatë muajve të fundit, Dritan kishte çuar disa gra atje, duke shpresuar të shohë nëse ndonjëra prej tyre e kujdesej vërtet për të. Por momentin që arrinin në shtëpi, fytyrat e tyre ndryshonin. Disa kërkonin justifikime dhe largoheshin shpejt. Të tjerët bëheshin të largët pas atij diti dhe ngadalë zhdukeshin nga jeta e tij. Asnjëra prej tyre nuk qëndronte mjaftueshëm gjatë për të parë njeriun prapa varfërisë. Prandaj zemra e Arjanit po rrihte aq fort. Ai e kishte parë këtë moment më parë dhe e din saktësisht si përfundonte zakonisht. Dritan ndaloi së ecuri. Jeta ndaloi gjithashtu. Ata ndalën përpara një ndërtese të vogël të vjetër. Shtëpia duke jashtëzakonisht e varfër. Çatia ishte e mbuluar me zing të vjetër të ndryshkur. Disa pjesë ishin të lakuara dhe të konsumuara dhe gjatë stinës së shiut, uji depërtonte në disa vende brenda shtëpisë. Bari I egër kishte rritur lart rreth truallit, I trashë dhe I papastër. Ishte aq I lartë sa kushdo që e shikonte do të shqetësohej se gjarpërit mund të fshiheshin lehtësisht aty. Edhe dera e përparme ishte shumë e vjetër. Ishte prej druri dhe zinku, por druri ishte konsumuar dhe zinku I gozhduar kishte ndryshkuar aq shumë sa thahej kur prekej. Dritan vuri dorën në xhepin e tij dhe nxori një çelës. Pastaj e çelri. Dera u hap ngadalë. Dritan u tërhoq anash dhe forcoi një buzëqeshje të vogël. Jeta, tha ai me zë të ulët. Mirë se vini në shtëpinë time. Jeta nuk u lëviz menjëherë. Ajo qëndroi në hyrje dhe shikoi brenda. Muret e shtëpisë ishin të çara dhe të zbehura. Në disa vende, suva kishte rënë plotësisht duke lënë bloqet e ashpër të ekspozuara. Dritaret prej druri ishin të vjetra dhe të ndryshkuara. Kornizat ishin dobësuar me kalimin e kohës dhe dukeshin sikur mund të coptoheshin nëse dikush I shtynte fort. Dhoma ishte tepër e vogël. Kishte një krevat të vogël në dy sheme. Një karrige plastike qëndronte pranë murit. Një tavolinë e vogël prej druri rinte e qetë në cep. Nuk kishte ventilator, televizor, dollap, asgjë që e bënte vendin të dukej si një shtëpi e rehatshme. Dhoma ndiej e zbrazët dhe e qetë. Për një moment, Jeta nuk tha asgjë. Dritan e vështroi me kujdes fytyrën e saj. Ai pa çuditjen në sytë e saj. Pastaj konfuzionin, pastaj diçka më të thellë që nuk mund ta kuptonte menjëherë. Dritan, ajo tha më në fund. A këtu vërtet banon ti? Ai gëlliti. Po, u përgjigj. Jeta e shikoi tani siç duhet, sikur po e shihte nga një kënd tjetër. Gjithë këtë kohë, ajo e kishte njohur si një burr të qetë dhe të përulur, një njeri fisnik që punonte shumë. Ajo e dinte se vishej thjesht. E dinte se jetonte modest.
Por kjo ishte diçka tjetër. Kjo është arsyeja pse nuk doje të flisje për shtëpinë tënde, tha ajo. Dritan bëri një tundje të vogël kokën. Ai e kishte përgatitur përgjigjen në mendje shumë kohë përpara kësaj dite. I ngec kur erdha për herë të parë në himar, tha ai qetësisht. Nuk mund të përballoja asgjë më të mirë. Një mik më ndihmoi të merrja këtë vend për tani. Unë thjesht kam qenë duke menaxhuar dhe duke u përpjekur të kursej. Sytë e jetës u lëvizën ngadalë përreth dhomës përsëri. Ajo e imagjinoi atë duke u kthyer këtu çdo mbrëmje pas punës, duke fjetur në atë krevat të vogël, duke u ulur vetëm në atë dhomë të qetë, duke jetuar kështu pa thënë asnjë fjalë. Një ndjenjë e rëndë u vendos në gjoksin e saj. Duhej të më kishe thënë, tha ajo. Dritan shikoi poshtë. Jeta hyri në dhomë më në fund. Ajo preku lehtë karrigen plastike, pastaj u kthye tek ai. Pse do të fshije diçka të tillë nga unë? Mendove se do të qesha apo do të shikoja poshtë? Dritan tundi kokën shpejt. Jo, nuk ishte ajo që mendova. Atëherë çfarë po mendonje? E pyeti ajo. Dritan psherti. Isha i frikësuar. I frikësuar nga çfarë? Dritan e shikoi atë. Për një sekond të shkurtër, sekreti që po mbante ndihej shumë i rënd për ta mbajtur. I frikësuar se do të humbja, tha ai. Shpreja e jetës u zbut pak. Prap duhej të kish besuar tek unë. Kur dikush kujdeset për ty, të fshish diçka të tillë dhem. Dritan tundi kokën ngadalë. E di dhe më vjen keq. Pastaj dhoma që e qet për një moment. Dritan e vëzhgoi jetën me kujdes. Ky zakonisht ishte momenti kur gjërat ndryshonin. Ky ishte momenti kur shprehjet e njerëzve ndryshonin, kur zhgënjimi shfaqej në fytyrat e tyre dhe fillonin të largoheshin prej tij. Por kësaj here, diçka ishte ndryshe. Mënyra se si fliste jeta nuk dukej si dikush që po e gjykonte. Dukej si dikush që kujdesej vërtet. Dritan u habi. Ai vështësh se mund ta besonte atë që po dëgjonte. Për një moment të shkurtër, ai qëndroi aty duke e shikuar atë, duke u pyetur nëse e kishte dëgjuar saktë. Pastaj më në fund foli. Të lutem, ulu. Më lejo të shkoj të blej diçka të ftohtë për të pirë. Jeta shikoi karrigen, pastaj përsëri tek ai. Në rregull, tha ajo. Dritan tundi kokën dhe doli jashtë. Ndërsa ecte shpejt drejt dyqanit të afërt, shumë mendime i mbushën mendjen. Ai bleu 2 pije të ftohta dhe u kthye me nxitim. Por kur hyri përsëri në shtëpi, papritmas ndaloi. Karrigia ishte e zbrazët. Dhoma ishte e qetë. Jeta nuk ishte më. Dritan qëndroi i palvizshëm, duke mbajtur pijet në të dyja duar. Për një moment, ai nuk mund të merrte frym. Sytë e tij kërkuan ngadalë në shtëpi, por ajo ishte shumë e vogël që dikush të fshihej. Thjesht e goditi me forcë. Ajo u largua, pëshpëriti ai. Një buzëqeshje e dhimbshme u shfaq në fytyrën e tij. Kështu ndodh përsëri. Pastaj papritmas dëgjoi zërin e jetës nga jashtë dritares. Dritan, thiri ajo. Si ja del gjithsesi në një vend si ky? A ka edhe një banjo këtu? Dritan u kthye shpejt. Ajo qëndronte jashtë shtëpisë në obor, duke shikuar përreth anës së ndërtesës me një shprehje kurioze. Ai u ngri. Ajo nuk kishte ikur. Ajo ishte akoma aty. Dritan qëndroi i palvizshëm për një moment, duke mbajtur 2 pijet e ftohta në duar. Ai doli jashtë dhe shkoi të takojë jetën ku ajo qëndronte. Jeta qëndronte pranë një muri të vogël të thyer afër pjesës së pasme të shtëpisë. Ajo po shikonte përreth truallit, duke studiuar çdo gjë me kujdes. Kur e vuri re, vetulla u ngrit pak. Ku është banjoja jote? E pyeti ajo. Dritan kishte ende frymëmarrje të shpejtë. Atje, ka një të vogël prapa shtëpisë, tha ai duke treguar. Jeta ndoqi drejtimin e dorës së tij dhe tundi kokën ngadalë. Oh, tha ajo. E shoh. Pastaj ajo shikoi përsëri tek ai. Ajo vuri re shprehjen e çuditshme në fytyrën e tij. Pse dukesh kështu? E pyeti ajo. Dritan hezitoi. Për një moment, ai nuk e dinte nëse duhet të qeshte apo të ndihej i sikletosur. Mendova se ke ikur, e pranoi ai me zë të ulët.
Jeta duket e befasuar. Të kisha ikur? E përsëriti ajo. Po, tha Dritan. Kur u ktheva dhe nuk të pash brenda, mendova se ishe larguar. Jeta e ndez për një sekond, duke u përpjekur të lexoj shprehjen në fytyrën e tij. Pastaj tundi kokën ngadalë. Vërtet mendove se do të largohesha vetëm për shkak të këtij vendi? E pyeti ajo. Dritan shikoi poshtë, duke mos u përgjigjur. Jeta ju afrua më shumë. Dritan, tha ajo me butësi. A mendon se jam një person i tillë? Ai psherti butësisht. Nuk e di, tha ai sinqerisht. Kam parë shumë gjëra në jetën time. Jeta e shikoi me kujdes. Për herë të parë atë mbrëmje, ajo vuri re diçka më të thellë në sytë e tij. Diçka përtej sikletit. Dhimbje. Lloji i dhimbjes që vjen nga zhgënjimet që kanë ndodhur shumë herë. Ajo u zbut menjëherë. Më dëgjoi mua. Ajo ju afrua edhe më shumë dhe vuri dorën mbi krahun e tij. Ajo që ndjej për ty nuk ka asnjë lidhje me këtë shtëpi. Dritan ngriti kokën dhe e shikoi atë. Unë kujdesem për ty, vazhdoi ajo. Jo për vendin ku banon apo për atë që zotëron. Zëri i saj ishte i qetë por i sinqert. Të dua, Dritan. Fjalët u ulën me forcë në ajër midis tyre. Për një moment Dritan nuk mund të lëvizte. Ai kishte dëgjuar këto fjalë më parë në jetën e tij. Por në një farë mënyre ky moment ndjej ndryshe. Ndjej i thjesht por i vërtet. Ai hapi gojen për të folur, por fjalët nuk i erdhën menjëherë. Ai filloi duke u munduar. Jeta buzëqeshi butësisht. Nuk ke nevojë të thuash asgjë. Pastaj ajo e kërceu në një përqafim të ngrohtë. Dritan qëndroi aty për një moment para se të përfshinte ngadalë krahët rreth saj. Gjoksi i tij ndihej i ngjeshur, jo nga frika këtë herë, por nga emocioni. Pas disa sekondash, Jeta u largua pak dhe e shikoi atë. Që tani e tutje, tha ajo, pas punës, ne do të vim këtu së bashku që të mund të qëndroj këtu me ty për një kohë para se të shkoj në shtëpi. Dritan duket i befasuar. Këtu? E pyeti ai. Po, tha ajo duke buzëqeshur. Këtu banon ti, apo jo? Ai tundi kokën ngadalë. Pastaj, ky vend është në rregull, tha Jeta. Dritan nuk mund të ndalte buzëqeshjen e vogël që ju shfaq në fytyrë. Për herë të parë atë mbrëmje, ndjenja e rënë në gjoks filloi të zbehej. Eja, tha ai, duke ngritur pijen pak. Kam sjell diçka të ftohtë. Ata u kthyen brenda në dhomën e vogël. Jeta u ul në karrigen plastike ndërsa Dritan u ul në krevatin e vogël. Ata hapën pijet dhe filluan të bisedojnë. Ata biseduan për punën. Ata qeshën për gjëra të vogla që kishin ndodhur në zyrë. Ata ndan tregime nga e kaluara. Koha kaloi qetësisht pa u vënë re. Më vonë atë natë, Dritan e shoqëroi Jetën te stacioni i autobusit të afërt. Kur arritën te stacioni, Jeta u kthye tek ai. Faleminderit që më ke besuar mjaftueshëm sa të më çosh këtu, tha ajo. Dritan e shikoi atë. Faleminderit që qëndrove, u përgjigj ai. Jeta buzëqeshi. Natën e mirë, Dritan. Natën e mirë, Jeta. Ajo hyri në autobus dhe i tundi duart para se të mbyllej dera. Dritan qëndroi aty duke parë ndërsa autobusi largohej ngadalë. Kur ai u zhduk poshtë rrugës, më në fund u kthye dhe eci përsëri drejt shtëpisë së vjetër. Atë natë, ndërsa rinte i shtrirë në krevatin e vogël në dhomën e tij, ai nguli syt për një kohë të gjatë në çatin e ndryshkuar. Fjalët e Jetës u përsëritën në mendjen e tij. Të dua, tha ai duke vënë krahun pas kokës dhe duke pshertyer butësisht. Edhe unë e dua atë, i përshpëriti vete me zë të ulët. Atë natë, një mendje ende e shqetësonte Dritanin. Çfarë do të ndodhte kur ajo më në fund do të zbulonte se kush ishte ai vërtet? Dritan nuk ishte një njeri i zakonshëm. Dritan ishte i biri i vetëm i Zotit Baba, një biznesmen të pasur në qytetin e Vlorës, firma e të cilit operonte në disa qytete. Në jetën e tij reale, Dritan jetonte në një vilë të madhe, ngar makina të shtrenjta dhe menaxhonte vendime të rëndësishme biznesi. Megjithatë, ja ku ishte ai, i shtrirë në një krevat të vogël në një dhomë të vogël brenda një shtëpie të vjetër, duke u shtirë si një nëpunës i varfër zyre. E gjitha ishte pjesë e planit që kishte sugjeruar ja ati.
Pasi zbuloi se gruaja me të cilën dikur kishte planifikuar të martohej nuk e kishte dashur vërtet, Dritan kishte humbur besimin në dashuri. I ati besonte se e vetmja mënyrë për të gjetur dikë të sinqert ishte të hiqte parat nga skena. Kështu Arjan la jetën e tij të rehatshme dhe erdhi në Himar për të jetuar si një njeri i zakonshëm. Në fillim ishte menduar të ishte vetëm një eksperiment. Por gjithçka ndryshoi kur u takua me Jeta. Dritan nguli syt në tavan. Ai I mbylli syt ngadalë. Për herë të parë pas një kohe të gjatë, dikush e shikonte pa e ditur pasurinë e tij dhe prap e zgjodhi atë. Por ajo e vërtet krijoi edhe një problem të ri. Jeta besonte se ai ishte thjesht një njeri I thjesht që përpiqej të mbijetojë në qytet. Ajo besonte se shtëpia e vogël ishte shtëpia e tij e vërtetë. Ajo besonte se vështirësitë që ajo shihte ishin jeta e tij e vërtetë, por asgjë nga ajo nuk ishte e vërtetë. Dritan u ul ngadalë dhe fërkoi duart. Si t'ja them tani? I përshpëriti ai me zë të ulët. Nëse do t'ja thoshte të vërtetën, ajo mund të ndihej e tradhtuar. Ajo mund të mendonte se ai kishte gen që nga fillimi. Por nëse vazhdonte ta fshihte, gënjeshtra do të bëhej vetëm më e madhe, psherti thellë. Nuk mund të vazhdoj të shtirem për gjithmonë, tha ai butësisht vetes. Dritan zgjati dorën për telefonin e tij dhe nguli syt në ekran për një moment. Pastaj thiri të atin. Pas disa unazash, zoti baba u përgjigj, biri im. Zëri I qetë I të atit dëgjohej nëpër telefon. Si je? Dritan u mbështet në mur baba, mendoj se jam në telash. Zoti baba qeshi lehtë. Çfarë lloj telashi? Dritan hezitoi para se të përgjigjej. Kam takuar dikë. Emri I saj është Jeta. Kishte një heshtje të shkurtër në anën tjetër. Dhe çfarë I ndodhi asaj? Pyeti zoti baba. Dritan mori një frym të thellë. Mendoj se ajo më do, por ajo nuk e di se kush jam vërtet. Zoti baba u qetësua. Pastaj foli përsëri. Pra, testi po fillon të bëhet real. Dritan shikoi përsëri përreth dhomës së vogël. Po, tha ai butësisht. Dhe kam frikë se çfarë do të ndodh kur ajo më në fund do ta zbuloj të vërtetën. Kishte një heshtje të shkurtër në telefon. Pastaj zoti baba foli me zë të qetë. Biri im, kur zemra fillon të kujdeset thellësisht për dikë, frika gjithmonë do të vijë pas. Kjo është normale. Dritan dëgjoi qetësisht. Por mbani mend diçka të rëndësishme, vazhdoi zoti baba. E vërteta ndonjëherë mund të shkaktoj dhimbje, por një gënjeshtër që vazhdon për shumë kohë shkakton dëme edhe më të mëdha. Dritan psherti butësisht. E di, tha ai. Zëri I zotit baba mbeti I butë. Nëse kjo grua të do vërtet, ajo përfundimisht do të kuptoj pse ke qenë I frikësuar, tha ai. Por kur të vijë koha, mos u fshi për gjithmonë. Dashuria nuk mund të rritet atje ku e vërteta vazhdimisht fshihet. Dritan shikoi përsëri çatin e ndryshkuar. Do t'ja them së shpejti, tha ai qetësisht. Mirë, u përgjigj zoti baba. Sepse gruaja e duhur nuk do të doj vetëm pasurinë ose vështirësitë e tua, ajo do të doj njeriun që je. Telefonata përfundoi, por fjalët e zotit baba qëndruan në mendjen e Dritanit shumë kohë pasi telefoni heshti. Dhe thellë brenda, Dritan dinte një gjë. Më herët a më vonë, e vërteta do të duhej të dilte në shesh. Ndërsa kaluan javët, Dritan dhe Jeta vazhduan të afroheshin më shumë me njëri tjetrin. Në punë, ata u përpoqën të sillet si të mos kishte ndryshuar asgjë. Ata flisnin normalisht me punëtorët e tjerë. Ata u përqendruan në detyrat e tyre, por njerëzit nuk ishin të verbër. Të gjithë në zyrë mund të shihnin se diçka e veçantë po formohej mes tyre. Ndonjëherë ata hynin së bashku në zyrë në mëngjes. Ndonjëherë ata dilnin së bashku nga ndërtesa në mbrëmje. Dhe ndonjëherë gjatë pushimit të drekës ata u ulnin jashtë dhe ndanin biseda të qeta. Ato momente të vogla ishin të mjaftueshme për t'i bërë njerëzit të flisnin. Disa punëtorë thjesht vëzhgonin me kuriozitet. Por një person në veçanti nuk ishte I kënaqur me këtë. Zoti Omeri. Zoti Omeri ishte një nga anëtarët e lartë të stafit në zyrë. Ai kishte punuar në kompani për shumë vite dhe merrej me disa detyra të rëndësishme administrative.
Për shkak të kohës së gjatë në kompani, shumë nga punëtorët e rinj I kishin frikë dhe u përpoqën të mos binin në anën e keqe të tij. Ai njihej për të qenë I rrept dhe ndonjëherë I vështirë për të punuar me të. Por kishte edhe një arsye tjetër pse Zoti Omeri nuk I pëlqente atë që po shite. Disa muaj më parë, ai kishte treguar interes për Jeta dhe u përpoq t'i afrohej. Jeta e kishte refuzuar me mirësjellje. Që prej asaj dite, Zoti Omeri kur nuk u ndireja duke e parë atë rreth një burri tjetër, veçanërisht dikë që ai besonte se ishte vetëm një nëpunës I varfër zyre. Dhe kjo ishte arsyeja pse qëndrimi I tij ndaj Arianit ngadalë u bë më I keq. Një pasdite, ndërsa shumica e punëtorëve ishin të zënë në tavolinat e tyre, Zoti Omeri thiri me zë të lartë, Dritan. Dritan ngriti kokën nga dosjet që po rregullonte. Po, zotëri. Eja këtu, tha Zoti Omeri. Dritan Iu afrua. Zoti Omeri tregoi një pirg dokumentesh në tavolinën e tij. Merrni këto dosje në depon. Dritan tundi kokën. Po, zotëri. Ai mori dosjet dhe bëri ashtu siç I ishte thënë. Disa minuta më vonë, Zoti Omeri e thiri përsëri. Dritan. Dritan u kthye. Po, zotëri. Më sill një shishe ujë. Dritan shkoi në kuzhinën e vogël të zyrës dhe solli një shishe uji. Zoti Omeri e mori. Pastaj tha, tani pastroje këtë tavolinë. Dritan ndaloi pak. Ai kishte përfunduar tashmë shumicën e detyrave të tij për atë ditë, por e dinte se të diskutonte do të krijonte vetëm më shumë probleme. Kështu ai pastroi tavolinën në heshtje. Zoti Omeri u mbështet në karrigen e tij, duke e vëzhguar atë me një buzëqeshje të vogël. Mendon se je I rëndësishëm në këtë zyrë? E pyeti ai pa pritmas. Dritan shikoi me qetësi. Jo zotëri, u përgjigj ai. Zoti Omeri qeshi. Mirë, tha ai. Sepse ti nuk je asgjë këtu. Dritan nuk u përgjigj, por brenda ai po humte me ngadalë durimin. Zoti Omeri vazhdoi, duhet të jesh mirënjohës që madje ke një punë këtu. Dritan mori një frymë të ngadalë. Pastaj foli me zë të ulët. Zotëri, unë ju respektoj, por ju lutem më trajtoni edhe mua me respekt. Dhoma pa pritmas u bë e qetë. Buzëqeshja e Zotit Omeri u zhduk. Çfarë sapo the? Thash vetëm se duhet t'i respektojmë njëri tjetrin, u përgjigj Dritan me qetësi. Zoti Omeri u ngrit shpejt. Si guxon të më kundërpërgjigjesh, bërtiti ai. Ai kapi këmishën e Dritanit. Kërkoj falje tani, kërkoi ai. Dritan e shikoi me vendosmëri. Unë nuk bëra asgjë të gabuar, tha ai. Zemërimi I Zotit Omeri u rrit. Thuaj më fal, bërtiti ai përsëri. Dritan tundi kokën pak. Nuk mund të kërkoj falje për të kërkuar të trajtohem si një qenie njerëzore. Pa paralajmërim, Zoti Omeri ngriti dorën dhe e goditi Dritanin përballë fytyrës. Zhurma u përhap në përzyrë. Të gjithë ngriu. Dritan e mbajti faqen por nuk u kundërvërsua. Në atë moment, një zë I mpret preu ajrin. A është kjo mënyra se si trajtoni njerëzit këtu? Ishte Jeta. Ajo kishte dalë nga zyra e saj pasi kishte dëgjuar zhurmën. Sytë e saj lëvizën nga Zoti Omeri tek fytyra e Dritanit. Çfarë po bën? Kërkoi ajo. Zoti Omeri u nxin. Kjo nuk ka të bëjë me ty, tha ai. Jeta eci përpara me besim. Bëhet puna ime kur dikush po trajtohet padrejtësisht, u përgjigj ajo. Zoti Omeri hezitoi. Zëri I Jetës mbeti I vendosur. Nëse e prek përsëri, do ta raportoj këtë drejtimi. Për një moment, dhoma mbeti e heshtur. Pastaj Zoti Omeri lëshoi ngadalë këmishën e Dritanit. Ai shikoi përreth dhe e kuptoi se të gjithë po shikonin. Me një hezitim të vogël, ai u ul përsëri. Dritan drejtoi këmishën e tij në heshtje. Jeta ju afrua më shumë. A je mirë? Dritan tundi kokën. Jam mirë, por brenda zemra e tij ishte e rëndë. Jo për shkak të goditjes, por sepse Jeta e kishte mbrojtur pa e ditur të vërtetën se kush ishte ai vërtet. Dhe ndërsa ajo e mbronte atë në atë mënyrë, sekreti që ai po fshinte ndiej edhe më I rënd në zemrën e tij. Më vonë atë mbrëmje, pas incidentit në zyrë, Dritan nuk mundi të ndalonte të mendonte për atë që kishte ndodhur.
Tingulli I goditjes ende I honte në mendjen e tij. Por ajo që e shqetësonte më shumë nuk ishte turpi. Ishte jeta. Mënyra se si ajo kishte dalë përpara pa hezitim. Mënyra se si e kishte mbrojtur atë para të gjithëve. Ajo kishte folur me guxim, duke besuar se po mbroste një burr që nuk kishte fuqi në atë zyrë. Dritan u ul në heshtje në krevatin e vogël brenda shtëpisë së vjetër. Dhoma ishte e qetë, por mendimet e tij ishin të shqetësuara. Ai shikoi përsëri përreth hapësirës së vogël. Për muaj tani, ai kishte jetuar në atë shtëpi, duke u shtirë se ajo ishte jeta e tij e vërtetë. E gjitha ishte pjesë e planit. Por tani testi nuk ndihej më I thjeshtë, sepse jeta kishte bërë më shumë se vetëm pjesë e testit. Ajo ishte bërë dikush për të cilin ai kujdesej me të vërtetë. Dritan u përkul përpara dhe u mbështet me bëryla në gjunjë. Si t'ja them të vërtetën? Nëse do të zbulonte gjithçka, jeta mund të ndihej e tradhtuar. Ajo mund të besonte se ai kishte gjenë që nga fillimi, por nëse vazhdonte të fshinte të vërtetën, gënjeshtra do të bëhej vetëm më e madhe. Një etrokitje e butë në derë I ndërpreu mendimet e tij. Dritan ngriti kokën. Jeta? Pyeti ai. Po, erdhi zëri I saj nga jashtë. Ai u ngrit shpejt dhe hapi derën. Jeta hyri brenda. Ai kishte larguar zyrën më herët se ajo atë mbrëmje dhe ajo supozoi se ishte për shkak të incidentit që kishte ndodhur në punë më herët atë ditë. Ajo e shikoi me kujdes. Kam qenë duke menduar për atë që ndodhu sot. Dritan mbylli derën ngadalë. Nuk është asgjë. Jam mirë, u përgjigj ai. Jeta tundi kokën. Jo, nuk je. Ajo eci mëtej në dhomë dhe u ul në karrigen plastike. Nuk duhet t'i lejosh njerëzit të trajtojnë në atë mënyrë, vazhdoi ajo. Dritan buzëqeshi paksa. Ndonjëherë është më lehtë të qëndrosh I qetë. Jeta e shikoi atë seriozisht. Ti meriton respekt, Dritan. Fjalët e saj e prekën thellë, sepse nëse ajo do të dinte se kush ishte ai vërtet, situata do të ishte krejtësisht ndryshe. Jeta pastaj e studioi fytyrën e tij për një moment. Ke qenë duke menduar shumë kohët e fundit, tha ajo. Dritan hezitoi. Pastaj ai bëri një pyetje që kishte qenë në zemrën e tij për ditë. Jeta, çfarë do të bëje nëse dikush që ti do të fshite diçka nga ti? Jeta u nxin pak. Fshi diçka? E përsëriti ajo. Po, diçka të rëndësishme. Jeta mendoi për këtë për një moment. Nëse sekreti do të më lëndonte, tha ajo ngadalë, do të ndihesha e zhgënjur, por prapë do të doja të kuptoja pse e fshinin. Dritan e shikoi atë në heshtje. Jeta buzëqeshi. Të gjithë kanë gjëra nga të cilat janë të friksuar të flasin, shtoi ajo. Mirësia e saj e bëri sekretin të ndihej edhe më I rënd në zemrën e Dritanit. Atë natë, pasi Jeta u largua, Dritan mori telefonin e tij dhe thiri të atin. Pas disa unazash, Zoti Baba u përgjigj. Biri im, tha Zoti Baba me qetësi. Si po shkon gjithçka? Dritan psherti. Baba, mendoj se po bëhet e vështirë. Zoti Baba heshti për një moment. Më thuaj pse, tha ai. Dritan fërkoi ballin. Jeta më beson plotësisht, tha ai. Por ajo nuk e di se kush jam vërtet. Zoti Baba foli ngadalë. Ti e dinje se ky moment do të vinte. E di, u përgjigj Dritan. Por kam frikë se do ta lëndoj atë. Zoti Baba psherti butësisht në anën tjetër të linjës. Biri im, e vërteta ka një mënyrë për ta zbuluar veten më herët a më vonë. Dritan u mbështet në mur, shpresoj vetëm se kur të vi ai moment, ajo do të më shikojë në të njëjtën mënyrë. Një mëngjes, Dritan u zgjua më herët se zakonisht. Ai kishte fjetur mezi natën e kaluar. Ai u ul ngadalë në krevatin e vogël. Atë mëngjes, ai e kishte vendosur mendjen. Sot do t'ja them, I tha vetes. Kur hyri në zyrë, Jeta ishte tashmë në tavolinën e saj. Ajo ngriti kokën dhe buzëqeshi kur e pa atë. Mirëmëngjes, Arian, tha ajo. Mirëmëngjes, u përgjigj ai. Por Jeta vuri re menjëherë diçka të pazakonë. Dukesh serioz sot. A është gjithçka në rregull? Dritan tundi kokën ngadalë. Po, por ka diçka që duhet të them më vonë. Jeta duket kurioze.
Diçka të rëndësishme. Po, tha ai me zë të ulët. Në rregull, u përgjigj ajo. Mund të flasim më vonë gjatë drekës. Dritan tundi kokën, por zemra e tij ishte ende e shqetësuar. Dita kaloi ngadalë. Në kohën e drekës, ai dhe Jeta qëndruan jashtë ndërtesës së kompanisë. Ata po bisedonin. Ai e shikoi atë. Jeta, tha ai, ka diçka që unë. Zoti Omeri u shfaq pa pritmas. Dritan, tha ai me ashpërsi. Shko dhe më sill ato dosjet e dokumenteve nga depoja. Unë jam në pushim, u përgjigj Dritan me qetësi. Do ta bëj më vonë. Fytyra e Zotit Omeri ndryshoi menjëherë. Kush mendon se je për të folur me mua në atë mënyrë? E pyeti ai me zemërim. Para se Dritan të mund të përgjigjej, Zoti Omeri ju afrua më shumë dhe kapi pjesën e përparme të këmishës së tij fort. Disa punëtor aty pranë ndaluan dhe u kthyen për të parë. Mendon se mund të më flasësh ashtu? Bërtiti Zoti Omeri. Dritan mbeti i qetë. Thash vetëm se do ta bëj pas pushimit tim, u përgjigj ai. Zemërimi i Zotit Omeri u bë edhe më i keq. Në atë moment, Jeta u nxitoi përpara. Çfarë po bën? Bërtiti ajo. Ajo u nis shpejt drejt tyre dhe u përpoq të shtynte Zotin Omeri prapa. Zoti Omeri u nxin. Mos u përzier në këtë, Jeta, tha ai, duke e shtyr Jetën prapa me dorën tjetër. Jeta e shikoi me zemërim. Ndale tër këtë tani, tha ajo me vendosmëri. Zona u bë e qetë, por Zoti Omeri ende refuzoi ta lëshonte këmishën e Arianit. Pikërisht atëherë, 2 automjete luksoze të zeza ngasën ngadalë në pronë. Kur automjeti ndaloi, burra me kostume dolën së pari, pastaj u hap dera e automjetit të dytë. Një plak doli me qetësi. Momenti që disa antar të lartë të stafit e pan atë, shprehjet e tyre ndryshuan menjëherë. Është kryetari, pëshpëriti dikush. Zoti Baba eci ngadalë dhe shikoi përreth pronës. Pastaj sytë e tij u vendosën në skenën jashtë zyrës, kështu që vështrimi i tij u drejtua drejt Dritanit. Pastaj ai vuri re Zotin Omeri, dorën e të cilit ende e kapte këmisha e Dritanit, pa e ditur praninë e Zotit Baba. Zoti Baba eci përpara me autoritet të qetë. Kur arriti tek ata, foli me zë të vendosur. Dritan, çfarë po ndodh këtu? E gjithë zyra heshti. Dritan ndjente se të gjithë në zyrë po e shikonin atë. Dhe në atë moment, ai e kuptoi diçka të tmerrshme. E vërteta për të cilën kishte pasur frikë të zbulonte ishte gati të dilte në shesh. E gjithë zyra qëndroi e palvizshme. Sytë e të gjithëve lëvizën midis Dritanit dhe plakut që sapo kishte arritur. Disa punëtor tashmë e kishin njohur atë. Zoti Baba, kryetari i fuqishëm i kompanisë. Por ajo që i hutoi më shumë ishte mënyra se si ai sapo kishte thirrur Dritan si një baba që e thërret birit. Jeta qëndroi pranë Dritanit duke u përpjekur të kuptonte çfarë po ndodhte. Sytë e saj lëvizën ngadalë nga Zoti Baba te Dritani. Dritan, tha ajo me zë të ulët. E njeh ti atë? Zemra e Dritanit po rritet shpejt. Ai e kishte imagjinuar t'ia thoshte Jetas të vërtetën në shumë raste, por kur kështu? Kur përpara të gjithë zyrës? Zoti Baba e shikoi Dritanin me kujdes. Biri im, tha ai me qetësi. Të bëra një pyetje. Unë erdha të vizitoj këtë deg dhe të kontrolloj për ty ke qenë këtu për një kohë të gjatë. Tani më thuaj, çfarë po ndodh këtu? Fjala bir u përhap në përpron si një kambane larë. Njerëzit filluan menjëherë të pëshpëritnin. A tha vetëm bir? Ky punonjës? Kjo nuk mund të jetë e mundur. Fytyra e Jetës ngadalë u zbe nga tronditja. Sytë e saj u zmadhan ndërsa shikoi përsëri Dritanin. Biri yt, përsëriti dikush me zë të ulët. Zoti Omeri pa pritmas ndjeu barkun të tkurrët. Ai kujtoi çdo moment që kishte urdhëruar Dritanin. Çdo herë që e kishte ofenduar, çdo herë që e kishte trajtuar si dikë që nuk kishte rëndësi. Tani frika filloi të zvarritet ngadalë në gjoksin e tij. Dritan foli më në fund. Baba, tha ai me zë të ulët. Prona u bë edhe më e qetë. Nuk kishte më asnjë dyshim. Në punësi i thjeshtë i zyrës që ata kishin urdhëruar rrotull ishte në të vërtetë biri i kryetarit.
Zoti Baba u kthye drejt antarëve të lartë të stafit. Çfarë po ndodh saktësisht këtu? Pyeti ai me autoritet. Para se dikush të mund të përgjigjej, Zoti Omeri doli përpara nervozisht. Zotëri, ishte vetëm një keqkuptim i vogël, tha ai shpejt. Por sytë e mprehtë të Zotit Baba tashmë kishin vënë re tensionin. Shpreha e tij ngadalë u bë e fortë. Ai e ktheu vështrimin përsëri drejt Zotit Omeri. Çfarë lloj keqkuptimi të bën të kapësh këmishën e tij në atë mënyrë? E pyeti ai. Zëri i Zotit Omeri u thye. Unë nuk e dija se ishte biri juaj, tha ai duke bërtitur. Zëri i Zotit Baba u bë më i ftohtë. Kjo nuk është çështja. Asnjë punonjes në këtë kompani nuk duhet të trajtohet me mospërfillje, vazhdoi Zoti Baba. Pavarësisht nëse janë biri i kryetarit ose punëtori më i ri. Zoti Omeri uli kokën duke mos qenë në gjendje të fliste. Zoti Baba e shikoi përsëri Zotin Omeri. Derisa menaxhimi të rishqyrtoi këtë situatë, ju jeni i liruar nga detyrat tuaja, tha ai me vendosmëri. Zoti Omeri qëndroi aty i tronditur. Po, zotëri, përshpëriti ai para se të largohej ngadalë. Zoti Baba menjëherë shkoi në ndërtesën e zyrës për të takuar menaxherin e degës, që ishte arsyeja pse kishte arritur në radhë të parë. Por Tamara nuk po i kushtonte vëmendje asaj. Bota e saj papritmas ishte bërë e qetë. Ajo shikoi përsëri dritanin, njeriun e thjeshtë që ajo kishte besuar se e njihte, njeriun që i kishte treguar një jetë të vjetër dhe të vështirë, njeriun të cilit ajo i kishte besuar plotësisht. Ti, tha ajo. Zëri i saj dridhej. Je biri i kryetarit. Dritan nuk mund të shmangte syt nga sytë e saj. Po, tha ai me zë të ulët. Jeta nuk dinte çfarë të ndjente në atë moment. Konfuzion, tronditje dhe diçka më e thellë. Zhgënjim. Gjithë këtë kohë, tha ajo ngadalë. Zëri i saj dridhej. Gjithë këtë kohë, ti më le të besoja se ishe vetëm një nëpunës i varfër. Dritan u përpoq të fliste. Jeta, doja të tregoja, por ajo ngriti dorën butësisht duke e ndaluar atë. Të lutem, tha ajo. Sytë e saj ishin tashmë plot me lodh. Thjesht ndal. Zyra rreth tyre kishte zbehur nga mendja e saj. E gjitha që ajo mund të mendonte ishte një gjë. Ti më bëre të besoja se jeta jote ishte një luftë, tha ajo me zë të qetë emocional. Ti më bëre të besoja se ajo shtëpi e vjetër. Ajo dhomë e vogël ishte shtëpia jote e vërtetë. Dritan bëri një hap më afër. Asnjëherë nuk desha të lëndoja. Doja vetëm të dija nëse dikush mund të më duhte nëse parat nuk ishin në skenë. Jeta tundi kokën ngadalë. Kjo nuk ishte vendimi yt për të marrë, u përgjigj ajo. Zëri i saj ishte i qetë tani, por plot me lëndim. Ti më hoqe të drejtën time për të zgjedhur. Për një moment, Dritan thjesht qëndroi aty, duke mos ditur se çfarë të thoshte. Fjalët e saj e goditën më fort se çfarë prishte. Jeta, unë të kam besuar, tha ajo, duke e ndërprer atë. Lotët i rëshitën në faqet e saj. Dhe gjatë gjithë kohës ti po më testeje. Heshtja mes tyre ndjehej e rëndë. Më në fund, jeta u tërhoq prapa. Kam nevojë për hapësirë, tha ajo me zë të ulët. Pastaj ajo u kthye dhe u largua. Dritan qëndroi aty i paaftë për të lëvizur. E vërteta për të cilën kishte pasur frikë të tregonte kishte dalë më në fund në shesh. Por kishte ardhur edhe momenti që ai e kishte frikësuar më shumë. Jeta ishte larguar dhe ai nuk e dinte nëse ajo do ta falte ndonjëherë. Pikërisht atëherë, Dritan ndiu një dorë mbi supin e tij. Ai u kthye. Ishte Zoti Baba, i ati ti. Çfarë ndodhi? Pyeti Zoti Baba me shqetësim. Ajo u largua, tha Dritani, zëri i tij plot emocion. Zoti Baba mbajti krahun e Dritanit butësisht dhe mori një frym të thellë para se të fliste. Mos u shqetëso. Gjithçka do të jetë në rregull. Do ta shohësh përsëri. Disa momente më vonë, Dritan e ndoqi të atin në automjetin luksos dhe ata u larguan. Ditët që pasuan u ndjen të gjata dhe të rënda për Arianin. Edhe pse ai ishte kthyer në qytetin e Vlorës me të atin, mendja e tij ishte akoma në Sarand, akoma në atë zyrë, akoma në atë moment kur jeta u largua nga ai. Në shtëpi, gjithçka rreth tij ishte e njëjtë si më parë.
Vila e madhe, makinat e shtrenjta, luksi i qetë me të cilin kishte rritur. Por asgjë nga ajo nuk i solli ndonjë rehati. Një mbrëmje, ndërsa ishte ulur në heshtje në dhomën e ndenjes, Zoti Baba hyri dhe u ul pranë tij. Ende po mendon për të? Tha Zoti Baba me butësi. Dritan psherti. Po, u përgjigj ai. Zoti Baba tundi kokën ngadalë. Kam bërë një gabim, tha ai. Të shtyva në këtë test. Mendova se do të mbronte. Dritan tundi kokën. Jo, baba, tha ai. Testi nuk dështoi. Zoti Baba e shikoi atë. Çfarë do të thuash? Dritan u mbështet në karrige. Ajo më deshi kur besonte se nuk kisha asgjë, tha ai me zë të ulët. Kjo do të thotë se dashuria e saj ishte e vërtetë. Zoti Baba tundi kokën ngadalë. Por edhe ti e dëgjove atë, shtoi ai. E di, u përgjigj Dritan. Në të gjithë qytetin, jeta po luftonte gjithashtu me mendimet e saj. Çdo natë, ajo përsëriste përsëri dhe përsëri momentin në zyrë. Momenti kur ajo kuptoi se Dritan nuk ishte njeriu që ajo mendonte se ishte. Në fillim ajo ndjeu zemërim. Pastaj ndjeu tradhti. Por ndërsa kalonin ditët, një ndjenjë tjetër filloi ngadalë të zërvën. Kuptim. Ajo kujtoi mënyrën se si Dritan e kishte shikuar atë, mënyrën se si dëgjonte kur ajo fliste, mënyrën se si e trajtonte me mirësi. Asnjë nga ato gjëra nuk kishte ndjerë të rreme. Një pasdite, ndërsa ishte ulur në heshtje në zyrën e saj të re, jeta mori një mesazh. Zoti Baba kishte organizuar transferimin e jetës në selinë e kompanisë pas incidentit në Himar. Jo vetëm kaq, Zoti Baba kishte promovuar edhe atë dhe kishte siguruar akomodim që ajo të vendosej rehat në qytet. Një javë më vonë, jeta filloi punën në seli. Atë mëngjes, ndërsa ajo po vendosej në zyrën e saj të re, arriti një mesazh nga zyra e kryetarit. Mesazhi ishte i thjeshtë. Ju lutem, e jani në zyrën e CEO-s. Jeta mori një frym të thellë dhe u ngrit. Pastaj ajo eci ngadalë drejt zyrës së kryetarit. Kur hyri, u befasua nga ajo që pa. Dritan ishte tashmë aty, i ulur. Për një moment, asnjëri prej tyre nuk foli. Heshtja mes tyre mbante javë me emocione. Zoti Baba u ngrit me qetësi. Do t'ju lë të dyve të bisedoni, tha ai. Pastaj doli nga zyra. Dritan u ngrit ngadalë dhe ju afrua jetës. Më fal, tha ai me zë të ulët. Jeta e shikoi atë. Sytë e saj nuk ishin më të zemëruar, por ende mbartnin dhimbje. Duhej të më kishe besuar, tha ajo. E di, u përgjigj Dritani. Mendova se po mbroja veten, vazhdoi ai. Por në fund të lëndova vetëm ty. Jeta mori një frym të ngadalë. Isha e zemëruar në fillim, e pranoi ajo, por pastaj fillova të mendoj për gjithçka që ndam. Ajo shikoi në sytë e tij. Ti kur nuk më trajtove si dikush që donte të më bënte përshtypje, tha ajo. Më trajtove si dikush për të cilin kujdeseje vërtet. Dritan tundi kokën. Sepse kujdesem për ty, tha ai. Kishte një pauzë të gjatë. Pastaj jeta ju afrua më shumë. Të fal. Supet e Dritanit u relaksuan sikur një peshë e rëndë më në fund të kishte hequr. Jeta, tha ai me zë të ulët. Faleminderit. Ajo buzëqeshi. Por mos e provo më kur zemrën time në atë mënyrë, shtoi ajo. Dritan buzëqeshi për herë të parë pas shumë ditësh. Premtoj, tha ai. Disa muaj më vonë, jetët e tyre kishin ndryshuar në shumë mënyra, por dashuria e tyre kishte rritur edhe më shumë. Një mbrëmje, Dritan e çoi jetën në një restorant të qetë. Pas darkës, ai u ngrit ngadalë dhe u ul në një gjunjë. Jeta e shikoi me habi. Dritan hapi një kuti të vogël unazash. Jeta, tha ai me butësi, ti më deshe kur besove se nuk kisha asgjë. Kjo është diçka që nuk do ta harroj kurrë. Në gjithë jetën time, kam takuar njerëz që interesoheshin për jetën rreth meje. Makinat, shtëpitë, paratë. Por ti nuk peshije asnjë nga ato. Ai buzëqeshi butësisht. Ti me pesi një njeri që po luftonte, një njeri që kishte shumë pak, dhe prapë se prapë ti qëndrove. Ti kujdesej për mua. Ti më mbrojte. Dhe më doje pa kushte.
Sytë e jetës tashmë filluan të shkëlqenin me emocion. Ti më bëre të ndjej diçka që pothuajse e kisha harruar, vazhdoi Dritani me zë të ulët. Paqe. Ai I mori dorën me butësi. Kur isha me ty, nuk ndjehesha si një biznesmen apo biri I një njeriu të fuqishëm. Thjesht ndjehesha si veten time. Dhe në një farë mënyre kjo ishte e mjaftueshme për ty, zëri I tij u zbut. Ti më bëre të ndihem I sigurt. Ti më bëre të ndihem I dashur. Dhe për herë të parë në jetën time, e kuptova vërtet çfarë do të thotë të ndash jetën me dikë që të do për atë që je, jo për atë që ke. Ai mori një frymë të ngadalë dhe buzëqeshi. Nuk mund të imagjinoj të ecë në për këtë jetë pa ty pranë meje. A do të martohesh me mua? Po, do të martohem me ty, Dritan, tha ajo me zë të mbushur me emocione. Dritan I rëshiti me butësi unazën në gishtin e saj dhe u ngrit, duke buzëqeshur gjerësisht me gëzim të sinqertë. Ai e tërhoqi afër në një përqafim të ngrohtë. Njerëzit rreth restorantit buzëqeshën dhe duartrokisën për ta. Por edhe ndërsa po përqafoheshin fort, sytë e Dritanit mbetën të fiksuar tek jeta. 3 muaj më vonë, erdhi dita e dasmës së tyre. Salla ishte plot me familje, miq dhe kolegë. Lule zbukuronin sallën. Muzika mbushi ajrin. Dritan qëndroi krenarisht pranë jetës ndërsa ata këmben premtimet e tyre. Nëpër sallë, Zoti Baba vëzhgonte me një buzëqeshje të ngrohtë. Biri I tij më në fund kishte gjetur atë që kishte kërkuar gjatë gjithë kohës. Jo pasuri, jo fuqi, por diçka shumë më të vlefshme. Dashuri e vërtetë. Dhe kësaj radhe ishte e vërtetë. Të dashur shikues, dashuria e vërtetë nuk ka të bëjë me para ose rehati. Ka të bëjë me të parë zemrën e dikujt dhe zgjedhjen për të qëndruar. Çfarë mendoni për këtë histori? Mendoni se jeta bëri të drejtën? Ndani mendimet tuaja në seksionin e komenteve. Do të doja vërtet të lexoja nga ju. Një histori më interesante do të vijë pas disa ditësh. Pra, sigurohuni që të regjistroheni dhe të aktivizoni kampanën e njoftimeve në mënyrë që të mos e humbni. Nëse ju pëlqeu kjo histori, ju lutemi pëlqeni videon dhe ndajeni me miqtë tuaj. Faleminderit shumë për shikimin. Pas dasmës, jeta e Dritanit dhe jetës filloi një kapitull të ri plot paqe dhe lumturi. Ata u vendosën në vilën e madhe të familjes në Vlorë, por kjo herë ndjenja ishte krejtësisht ndryshe. Shtëpia nuk ishte më vetëm një simbol I pasurisë, por një strehë e vërtet e dashurisë së tyre. Çdo kënd I saj mbante kujtimet e tyre të para, bisedat e tyre të qeta në dhomën e vogël në himar, dhe premtimet që I kishin bërë njëri tjetrit. Megjithatë, Dritan nuk harroi kurrë prejardhjen e tij të përulur dhe vazhdoi të punojë me përpikëri në biznesin e familjes, duke sjellë frymë të re dhe ide inovative. Ai u bë I njohur jo si biri I pasur I kryetarit, por si një drejtues I aftë dhe I respektuar, I cili e kuptonte vlerën e punës së palodhur dhe të ndershme. Njerëzit që dikur e kishin parë si punonjes të thjeshtë tani e shikonin me respekt të madh, por ai mbajti gjithmonë një qëndrim të thjeshtë dhe miqësor. Jeta vazhdoi të punojë në kompani, duke u ngritur në pozita gjithnjë më të larta fal aftësive të saj dhe përkushtimit të padiskutueshëm. Ajo u bë një shembull për shumë vajza të reja që dëshironin të arrinin sukses në karrierë pa humbur humanitetin e tyre. Marrëdhënia e saj me Dritan ishte një burim frymëzimi për të gjithë në punë, duke treguar se dashuria dhe respekti mund të ekzistojnë në harmoni me suksesin profesional. Një ditë, ndërsa Dritan po shikonte disa dokumenta në zyrën e tij, erdhi një lajm I papritur. Zoti Omeri, I cili kishte humbur punën e tij pas incidentit, kishte kërkuar një takim me të. Fillimisht, Dritan hezitoi. Kujtimet e atij diti nuk ishin të këndshme, por ai kishte mësuar që zemërgjerësia ishte një nga cilësitë më të forta të një njeriu. Kështu, ai pranoi të takohej me të. Zoti Omeri hyri në zyrë me një shprehje të përulur, krejtësisht ndryshe nga njeriu arrogant që Dritan e kishte njohur. Zëri I tij ishte I qetë kur filloi të flasë. Dritan, e di që nuk e meritoj asnjë nga kjo, por doja të kërkoja falje jo vetëm për atë që ndodhi, por për mënyrën se si të trajtova gjatë gjithë atij kohe. Kam kaluar shumë muaj duke reflektuar dhe kuptova se gabova rënd. Nuk kishte asnjë justifikim për sjelljen time. Dritan e dëgjoi me durim, pastaj u përgjigj me mirësi. Falja nuk është diçka që mund të kërkosh lehtë, por ta pranoj. Të gjithë bëjmë gabime, e rëndësishme është të mësojmë prej tyre.
Zoti Omeri ndjeu një çlirim të madh. Faleminderit, tha ai me emocion. Kjo do të thotë shumë për mua. Pas kësaj takimi, Dritan ofroi që Zoti Omeri të kthehej në kompani, por në një pozitë tjetër dhe me një qasje të re. Ai nuk e bëri këtë nga dëshira për të treguar mirësi, por sepse besonte se çdo kush meriton një shans të dytë nëse tregon sinqeritet në pendimin e tyre. Zoti Omeri e pranoi ofertën me mirënjohje dhe u bë një punonjës i përkushtuar, duke ndryshuar plotësisht qëndrimin e tij dhe duke fituar respektin e të tjerëve me kalimin e kohës. Ndërkohë, marrëdhënia mes Dritanit dhe Jetës vazhdoi të thellojë. Ata filluan të bisedonin për të formuar një familje. Të dy dëshironin fëmijë, por vendosën të prisnin momentin e duhur. Jeta donte të sigurohej se do të ishte gati emocionalisht dhe profesionalisht për t'u bërë nën, ndërsa Dritan donte të jepte gjithçka për të krijuar një mjedis të qëndrueshëm dhe të dashur për të ardhmen e tyre. Një mbrëmje, ndërsa shëtiteshin përgjatë breakdate-it, Jeta ndaloi papritmas dhe e ktheu fytyrën drejt Dritanit. A e di se cila është gjëja më e bukur që më ka ndodhur? Pyeti ajo me një buzëqeshje të butë. Dritan e shikoi kuriozisht. Çfarë? Ajo vazhdoi. Të takova ty kur mendova se ishe thjesht një njeri i thjesht. Nëse do të kisha ditur se je biri i kryetarit, ndoshta nuk do të kisha qenë aq e hapur me ty, do të kisha menduar se je i parritshëm, i ndryshëm nga unë. Dritan e kapi dorën e saj dhe e shtrëngoi butësisht. Unë kam qenë jashtëzakonisht me fat që të gjeta ty, ti nuk më ke dhënë vetëm dashuri, ti më ke dhënë besim. Më ke treguar se vlera e një njeriu nuk matet me pasuri, por me sinqeritetin e zemrës. Jeta u përkul dhe e puthi në faqe. Të dy qeshën, duke ndjerë një lidhje kaq të fortë sa asgjë nuk mund ta priste. Pas disa muajsh, Jeta zbuloi se ishte shtatzën. Lajmi i solli gëzim të pafund për të dy, por edhe një farë frike. Dritan kujtoi fjalët e të atit se dashuria vërtet shfaqet kur jep pa kushte dhe kur përballon sfidat së bashku. Ata filluan të përgatiteshin me entuziazëm për të ardhmen e ri. Dhoma e fëmijës u pajis me kujdes, me ngjyra të buta dhe objekte të thjeshta. Dritan insiste që dhoma të mos ishte tepër luksoze, por e rehatshme dhe e ngrohtë, të kujtonte për vjetërsinë e dashurisë së tyre. Gjatë muajve të shtatzënisë, Dritan ishte pranë Jetës në çdo hap. Ai e shoqëronte në takime mjekësore, lexonte libra për prindërim dhe mësonte të gatuante ushqime të shëndetshme për të. Sjellja e tij e përkryer tregonte se ai nuk ishte thjesht një bashkëshort, por një partner i vërtet në çdo aspekt të jetës. Kur erdhi dita e lindjes, Dritan ishte në spital duke mbajtur dorën e Jetës dhe duke i dhënë forcë. Procesi ishte i vështirë, por kur dëgjuan britmen e parë të foshnjës, të gjitha vuajtjet u harruan. Ajo ishte një vajzë e vogël, me sy të kaltër si të etit dhe flokë të butë. Ata e quajtën shpresa, sepse ajo përfaqësonte shpresën e tyre për një të ardhme të bukur dhe dashurinë që i kishte bashkuar. Jeta e parë e shpresës i plotësoi me gëzim. Dritan ndante një krenari të re, një ndjenjë përgjegjësie dhe dashurie të pakufishme. Ai shpesh thoshte se shpresa ishte dhurata më e mirë që Jeta i kishte dhënë, një pasqyrë e dashurisë së tyre të pastër. Edhe pse tani ata kishin gjithçka që mund të dëshironin materialisht, gjëja më e çmuar për ta ishte koha që kalonin së bashku si familje. Një ditë, Dritan mori një telefonat nga Jati. Zoti Baba dëshironte të takonte mbesën e tij të re. Kur ai erdhi në vilë, e pa foshnjën me lot në sy. Kjo është mrekullia më e madhe, tha ai duke e përqafuar Dritanin. Ti ke gjetur jo vetëm dashuri, por edhe një familje të vërtetë. Unë jam jashtëzakonisht krenar për ty. Dritan e falenderoi të atin për gjithë mbështetjen dhe këshillat e tij. Pa ti, nuk do të isha këtu, tha ai. Ti më tregove se dashuria vërtet shpëton, edhe nëse duhet të kalosh në vështirësi për ta gjetur. Zoti Baba buzëqeshi dhe u përgjigj, jo, biri im, ti e gjete vetë. Unë thjesht të tregova rrugën. Me kalimin e viteve, familja e Dritanit u rrit. Ata patën edhe një djalë, të cilin e quajtën besnik, për të simbolizuar besnikërinë dhe ndershmërinë. Të dy fëmijët u rritën në një mjedis plot dashuri dhe respekt, duke mësuar vlerat e punës së palodhur, mirësisë dhe sinqeritetit. Dritan dhe Jeta u përpoqen që të mos i mbështjellin me luks, por të mësonin rëndësinë e përpjekjes dhe të mirësisë ndaj të tjerëve. Biznesi i familjes vazhdoi të lulëzonte, por tani ai kishte një qëllim më të lartë.
Dritan krijoi një fond për të ndihmuar familjet e varfra dhe të rinj që dëshironin të studionin por nuk kishin mundësi. Ai ndërtoi një qendër trajnimi në Himar, në të njëjtin lagje ku kishte jetuar në shtëpinë e vjetër, për të ofruar shanse të reja për banorët. Kjo ishte mënyra e tij për të dhënë mbrapa dhe për të treguar se nuk kishte harruar prejardhjen e tij. Jeta u përfshi gjithashtu në projekte sociale, duke u fokusuar në edukimin e vajzave dhe fuqizimin e grave në komunitet. Ajo besonte se çdo grua duhet të ketë mundësinë të jetojë me dinjitet dhe të ndjekë ëndrat e saj, pavarësisht nga sfidat. Puna e saj solli ndryshime të dukshme në shumë jetë. Një vit pas lindjes së besnikut, Dritan vendosi të bënte një surprizë për jetën. Ai e çoi atë përsëri në Himar, në të njëjtën shtëpi të vjetër ku kishte filluar e gjitha. Shtëpia tani ishte restauruar, por kishte ruajtur elementet e vjetra për të kujtuar fillimet. Ai e kishte kthyer atë në një strehë të vogël për familjen e tyre, një vend ku mund të shkonin për të kujtuar dhe për të festuar rrugën e tyre. Kur jeta pa shtëpinë, lotët i rrëshitën. Ti e ke ruajtur, tha ajo me zë emocional. Dritan buzëqeshi. Kjo shtëpi është pjesë e historisë sonë. Këtu dashuria jon u provua dhe u forcua. Unë nuk do të harroja kurrë. Ata kaluan ditën duke kujtuar, duke treguar fëmijëve historinë e tyre, duke i treguar se si dashuria mund të fitonte mbi frikën dhe mashtrimin. Ndërsa fëmijët rinin duke dëgjuar me sytë të hapur, jeta i përshëndeti Dritanin. Ti më ke dhënë gjithçka, tha ajo. Jo vetëm pasuri, por siguri, dashuri dhe besim. Dritan e përqafoi. Dhe ti më ke dhënë më shumë se sa mund të imagjinoja. Ti më tregove se çfarë do të thotë të jesh i dashur pa kushte. Vitet kaluan dhe familja e tyre u bë një shembull i dashurisë dhe përkushtimit në komunitet. Fëmijët u rritën të mençur dhe të mirë, duke sjellë krenari prindërve të tyre. Shpresa u bë një mjeke e suksesshme, e specializuar në ndihmën për nënat dhe foshnjat në zonat rurale, ndërsa besniku ndoqi gjurmët e të atit në biznes, por me një qasje inovative dhe shoqërore. Dritan dhe jeta festuan 10 vjet martese me një ceremoni të thjeshtë por të ngrohtë, në të njëjtin restorant ku ai kishte bërë propozimin. Ata i ftuan miqt dhe familjen, si dhe disa nga punonjësit e kompanisë që kishin qenë dëshmitar të dashurisë së tyre. Edhe Zoti Omeri ishte i pranishëm, tani një burr i ndryshuar plotësisht, i cili e respektonte thellësisht Dritanin dhe familjen e tij. Gjatë darkës, Dritan ngriti gotën dhe tha, para 10 vitesh, unë isha një njeri i frikësuar, i cili kishte humbur besimin në dashuri. Por pastaj takova jetën dhe ajo më tregoi se dashuria e vërtet ekziston. Ajo më pranoi kur mendoj se nuk kisha asgjë dhe më qëndroi pranë kur e vërteta doli në shesh. Sot, ne jemi këtu me 2 fëmijë të mrekullueshëm dhe një jetë plot lumturi. Kjo nuk është fal pasurisë, por fal zemrës së saj të madhe. Për jeta, gruaja ime, bashkëshortja ime, dashuria ime e për jetë. Të gjithë duart trokitën, ndërsa jeta qante me gëzim. Ajo u përgjigj, Dritan, ti më ke treguar se dashuria nuk ka nevojë për palosje. Ajo ka nevojë vetëm për sinqeritet dhe besim. Ti më ke dhënë të dyja. Unë jam aq me fat sa të kem pranë. Pas festës, ndërsa ata ktheheshin në shtëpi, Dritan ndaloi në balkon dhe shikoi yjet. Jeta ju afrua dhe e përqafoi nga prapa. Çfarë po mendon? Pyeti ajo. Dritan u kthye dhe e shikoi. Po mendoja se si një vendim i vetëm të çoja në atë shtëpi të vjetër, ndryshoi jetën time për gjithmonë. Jeta buzëqeshi. Dhe unë po mendoja se si një akt besimi të pranoja pa pyetje, më dha gjithçka që kur nuk kisha mundur të imagjinoja. Ata qëndruan aty për një kohë të gjatë, të heshtur, duke ndjerë forcën e lidhjes së tyre. Dashuria e tyre nuk kishte zbehur me kalimin e kohës, përkundrazi, ajo kishte rritur thellësinë dhe maturinë. Ata kishin përballur sfida, kishin gëzuar suksese dhe kishin ndërtuar një jetë të përbashkët të bazuar në respekt dhe besnikëri. Një ditë, Dritan mori një ftesë për të mbajtur një ligjëratë në universitetin lokal për sipërmarrjen dhe etikën në biznes. Ai pranoi me kënaqësi, duke shpresuar se mund të frymëzonte të rinj. Gjatë ligjëratës, ai ndau historinë e tij, duke përfshirë pjesën në Himar dhe mësimet që kishte nxjerrë. Ai theksoi se suksesi i vërtet nuk matet me bilancet bankare, por me ndikimin pozitiv që ke në jetët e të tjerëve. Pas ligjëratës, shumë student ju afruan për të bërë pyetje.
Njëri prej tyre, një vajzë e re, pyeti si mund ta di nëse dikush të do vërtet, apo thjesht interesohet për atë që ke. Dritan buzëqeshi dhe u përgjigj, kur dikush të do për atë që je, ai të pranon edhe në ditët e tua më të vështira. Kur dikush interesohet vetëm për atë që ke, ai largohet kur nuk ke më asgjë për të ofruar. Kërkoni dikë që të shikoj në sytë tuaj dhe të shoh zemrën tuaj, jo pasurinë tuaj. Vajza duke e menduar dhe e falenderoi Dritanin për këshillën. Ai u ndjej i kënaqur që mund të ndante përvojën e tij dhe të ndihmonte të tjerët të shmangnin gabimet që ai kishte bërë. Kur u kthye në shtëpi, Jeta e pyeti se si kishte shkuar. Dritan u përgjigj, shpresoj se ja kam dhënë diçka për të menduar atyre të rinjve. Jeta e puthi në ball. Ti gjithmonë e bën atë. Ti je një burr i mrekullueshëm. Ndërsa vitet kaluan, Dritan dhe Jeta vazhduan të jetojnë një jetë plot kuptim. Ata udhëtuan, eksploruan vende të reja, por gjithmonë kthyen në shtëpinë e tyre në himar për të rifreskuar kujtimin e fillimeve të tyre. Fëmijët u rritën dhe u larguan për të ndërtuar jetët e tyre, por kthyen shpesh për të vizituar prindërit dhe për të kujtuar rënjet e tyre. Një ditë, kur Dritan ishte në zyrë, mori një telefonat nga Shpresa. Ajo donte të fliste për një projekt të ri për të ndihmuar nënat e reja në zonat e varfra. Dritan e dëgjoi me krenari, duke ndjerë se vlerat që ai dhe Jeta kishin përpoqur të përcjellin kishin mbirë në bien e tyre. Ai ofroi të ndihmonte financiarisht dhe me këshilla, duke e mbështetur plotësisht. Në mbrëmje, ai i tregoi Jetës bisedën. Ajo buzëqeshi me gëzim. Shpresa është saktësisht si ti, tha ajo. Ajo dëshiron të bëjë një ndryshim në botë. Dritan pranoi. Dhe besniku është si ti, i qëndrueshëm dhe i përqendruar në atë që bën. Ne kemi qenë shumë me fat. Një vit më vonë, familja u mblodh për të festuar ditëlindjen e 60 të Dritanit. Të gjithë ishin të pranishëm, duke përfshirë miqtë e afërt dhe kolegët që kishin qenë pjesë e rrugës së tyre. Edhe Zoti Baba ishte aty, tashmë i moshuar por i shëndetshëm dhe plot energji. Ai u ngrit dhe tha, kur Dritan erdhi tek unë dhe më tha se do të provonte të jetoj si një njeri i thjesht, unë e shikova si një eksperiment. Por ajo që ndodhi ishte më shumë se kaq. Ai gjeti veten dhe më e rëndësishmja, ai gjeti dashurinë e vërtetë. Sot, duke parë këtë familje, unë ndjej një krenari të papërshkrueshme. Biri im nuk është thjesht një biznesmen i suksesshëm, ai është një burr i mirë, një bashkëshort i shkëlqyer dhe një baba i mrekullueshëm. Të gjithë duart rokitën, ndërsa Dritan ndjeu një ngrohtësi të madhe në zemër. Ai falenderoi të atin dhe të gjithë të pranishmit për mbështetjen e tyre. Pastaj ai drejtua fjalën drejt Jetës. Ti ke qenë shpirti im, forca ime dhe arsyeja pse unë qëndroj këtu sot. Dashuria jote më ka bërë një njeri më të mirë. Unë të falenderoj për çdo ditë që kemi kaluar së bashku. Jeta ju përgjigj me lot në sy, dhe unë të falenderoj për besimin që më ke dhënë, edhe kur nuk e meritoja. Ti më ke treguar se dashuria nuk ka kufi. Festesa vazhdoi me gaz dhe këngë, duke kujtuar gjithë momentet e bukura që kishin kaluar së bashku. Kur të gjithë u larguan, Dritan dhe Jeta ndenjën në balkon, duke shijuar heshtjen e natës. Ai e kapi dorën e saj dhe tha, ti e di se cila është ëndra ime më e madhe. Jeta e shikoi. Çfarë? Dritan vazhdoi, të kaloj pjesën tjetër të jetës sime me ty, duke ndërtuar kujtime dhe duke ndihmuar të tjerët. Jeta buzëqeshi. Kjo nuk është një ëndër, Dritan. Kjo është realiteti ynë. Ata qëndruan aty për një kohë të gjatë, duke parë yjet dhe duke ndjerë fuqinë e lidhjes së tyre. Historia e tyre kishte filluar me një test, por kishte përfunduar me një dashuri të përjetë. Ata kishin mësuar se vërteta, edhe kur është e dhimbshme, çon në liri, dhe se dashuria e vërtetë nuk kërkon prova, por besim dhe përkushtim. Dhe kështu, jeta e Dritanit dhe Jetës vazhdoi të jetë një dëshmi e fuqisë së dashurisë së pastër. Ata kishin kaluar nga varfëria në pasuri, nga mashtrimi në sinqeritet dhe nga frika në besim. Tani, duke qenë së bashku, ata e dinin se çdo sfidë ishte e vlefshme, sepse ajo i kishte çuar tek njëra tjetra dhe kishte krijuar një familje të bashkuar me dashuri të pakushtëzuar. Kështu përfundon historia e tyre, por jo legjenda e dashurisë së tyre. Ajo do të vazhdonte të jetojë në zemrat e fëmijëve të tyre, në ndikimin që ata kishin në komunitet dhe në kujtimet e çdo personi që kishte dëgjuar historinë e tyre.
Sepse në fund të ditës, dashuria e vërtet nuk varet nga rrethanat, por nga zgjedhja që bëjmë çdo ditë për të qëndruar dhe për të dashur, pavarësisht nga sfidat. Dhe kjo, të dashur shikues, është mësimi më i rëndësishëm që mund të marrim nga kjo histori. Dashuria nuk është gjëja më e lehtë, por është patjetër më e vlefshmja. Nëse e keni gjetur atë, mbrojeni atë. Nëse jeni ende duke e kërkuar, mos u dorëzoni. Sepse, siç tregon historia e Dritanit dhe jetës, dashuria e vërtet e gjen rrugën e saj, edhe nëpër rrugët më të vështira. Faleminderit që ndëgjuat historinë tonë. Nëse ju pëlqeu, mos harroni të regjistroheni dhe të aktivizoni njoftimet për më shumë histori të tilla. Ndani komentet tuaja dhe tregoni çfarë mendoni. Deri herën tjetër, kujdesohuni për zemrat tuaja dhe zgjidhni dashurinë. Mirupafshim. Pas festimit të 60 vjetorit të Dritanit, jeta e tyre vazhdoi të rrjedhë me një ritëm të qetë, të përjetësuar nga kënaqësitë e thjeshta dhe ngrohtësia e familjes. Fëmijët, tashmë të rritur dhe të pavarur, kishin ndërtuar jetët e tyre, por lidhja me shtëpinë e prindërve mbeti e fortë. Shpresa, pasi përfundoi specializimin e saj në obstetricë, vendosi të kthehej në Vlorë për të punuar në spitalin lokal, duke sjellë ndihmën e saj në vendin ku kishte lindur. Besniku vazhdoi të menaxhonte një pjesë të biznesit familjar, duke sjellë ide të reja digjitale dhe zgjeroi ndikimin e kompanisë në tregjet ndërkombëtare, gjithmonë duke mbajtur parimet etike që i kishte mësuar ati. Dritan dhe jeta gëzonin rolën e tyre të re si prindër të moshuar dhe gjyshër. Të dy ishin të angazhuar në punët filantropike, duke ndihmuar në ndërtimin e shkollave dhe qendrave shëndetësore në zonat rurale. Projekti i tyre më i dashur mbeti qendra e trajnimit në Himar, e cila tani kishte zgjeruar programet për të përfshirë kurse teknologjike për të rinj. Shumë nga ata që kishin përfituar nga kjo qendër tani ishin punësuar në kompaninë e Dritanit ose kishin ndërmarrjet e tyre të vogla, duke krijuar një cikël pozitiv ndihme dhe suksesi. Një ditë, ndërsa Dritan po inspektonte disa projekte të reja në Himar, një grua e moshuar ju afrua. Ajo ishte e dobët dhe veshur thjesht, por shikimi i saj ishte i qartë dhe i drejtë për drejtë. A ju kujtohet mua, zotëri Dritan? Pyeti ajo me zë të dridhur. Dritan e shikoi me kujdes dhe pa pritmas e njohu. Ishte nëna e një prej grave që ai dikur kishte çuar në shtëpinë e vjetër për ta testuar, para se të takonte jetën. Ajo grua, e cila kishte ikur menjëherë, kishte jetuar një jetë të vështirë dhe kishte vdekur disa vjet më parë nga një sëmundje. Nëna e saj kishte mbetur e vetmu dhe e varfër. Dritan ndjeu një grusht në zemër. Ai e ftoi gruan në zyrën e tij dhe e dëgjoi historinë e saj. Unë nuk kam ardhur për të kërkuar ndihmë financiare, tha ajo. Kam ardhur vetëm për të thënë se e di se çfarë bëre. Djalia ime më tregoi gjithçka para se të vdiste. Ajo u pendua shumë për atë që bëri, për të ikur nga ti kur ti kishte nevojë për ndihmën e saj. Ajo kur nuk e gjeti dashurinë e vërtet dhe vdiq e mirë. Dritan ndjeu një pikëllim të thellë. Ai nuk e kishte menduar ndonjëherë se veprimet e tij të dikurshme mund të kishin pasur pasojat e veta në jetët e të tjerëve. Ai e përkujtonte atë grua si dikë që kishte vënë interesin material mbi çdo gjë, por tani kuptoi se pas çdo veprimi ka një histori njerëzore të ndërlikuar. Ai i falenderoi gruan për të ndarë këtë me të dhe i ofroi ndihmën e tij për të përmirësuar kushtet e jetesës së saj. Ajo fillimisht refuzoi, por Dritan e bindi me mirësi, duke i treguar se kjo nuk ishte për të shpaguar ndonjë faj, por për të ndihmuar si njeri. Kjo takim e bëri Dritanin të reflektonte thellësisht për të kaluarën e tij. Ai e ndau këtë me jetën atë mbrëmje, duke u ulur në kopshtin e vilës së tyre. Ajo e dëgjoi me durim dhe pastaj tha, ti nuk mund të ndryshosh të kaluarën, Dritan. Por ti mund të ndryshosh të ardhmen. Ti veç se ke ndryshuar tashmë shumë jetë me punën tënde. Dritan psherti. E di, por ndjej një përgjegjësi. Më duhet të bëj më shumë. Jeta e përqafoi. Dhe ti do ta bësh. Ti gjithmonë e bën atë. Motivi i tyre për të ndihmuar u forcuar edhe më shumë. Ata filluan një program stipendior për studentë të talentuar nga familje të varfra, duke u siguruar që të rinjtë të mos humbnin shanset për shkak të kushteve ekonomike. Programi u quajt Shpresa për të ardhmen, si një homazh për bien e tyre dhe për besimin se çdo njeri ka potencial për të ndryshuar botën. Një vit më vonë, kompania e Dritanit festoi 40 vjet nga themelimi.
Në ceremoninë e madhe, të cilën e ndoqën mira punonjës dhe partner biznesi, Dritan u ngrit për të mbajtur një fjalim që do të mbetej e paharrueshme për shumë prej tyre. Ai nuk fliste për fitimet ose ekspansionin, por për vlerat njerëzore. Kur jati im themeloi këtë kompani, filloi ai e bëri atë me një parim të thjeshtë. Biznesi ekziston për të shërbyer njerëzve, jo anasjelltas. Gjatë viteve, kemi pasur suksese dhe dështime, por gjëja më e rëndësishme që kemi mësuar është se njerëzit janë thelbi i çdo suksesi. Unë personalisht kam bërë gabime në jetë. Kam testuar njerëz, kam mos i besuar, kam qenë i frikësuar. Por dashuria dhe besimi i një njeriu të veçantë më mësuan se vërteta dhe sinqeriteti janë themeli i çdo marrëdhënieje, qoftë në biznes apo në jetë personale. Sot, kompania jon nuk është vetëm një organizatë që bën para. Ajo është një familje e gjerë që përpiqet të ndihmojë, të frymëzojë dhe të ndërtojë një të ardhme më të mirë për të gjithë ne. Pas fjalimit, shumë punonjës ju afruan për t'i shprehur mirënjohjen e tyre. Disa prej tyre kishin qenë pjesë e kompanisë për dekada dhe e prisnin atë si një baba simbolik. Dritan u ndjej i përmbushur duke parë se puna e tij kishte ndikim jo vetëm financiar, por edhe njerëzor. Gjatë kësaj kohe, shëndeti i Zotit Baba filloi të dobësohej. Plaku, tashmë në të 90-tat e tij, filloi të humbas forcën e tij fizike, por mbeti i mprehtë mendërisht. Dritan dhe jeta shpenzonin çdo ditë me të, duke i lexuar libra, duke kujtuar të kaluarën dhe duke e dëgjuar urtësinë e tij. Një mbrëmje, ndërsa Dritan po i jepte të pirit i atij, Plaku e kapi dorën dhe tha me zë të qetë, "Bi. Ri im, ti ke bërë çfarë unë kur nuk arrita të bëj plotësisht. Ti ke kombinuar suksesin me zemërgjerësinë. Unë jam kaq krenar për ty." Dritan ndjeu një ngushtësi në gryg. "Ti më ke udhëhequr, baba. Pa ty, do të isha i humbur." Zoti Baba buzëqeshi dhe mbylli sy. "Jo, ti e gjete rrugën tënde. Unë thjesht të tregova drejtimin. Tani, më dëgjo. Kur të vi koha ime, mos u pikëllo shumë. Jeta është një cikël dhe unë kam jetuar një jetë të plotë. Ti ke një familje të mrekullueshme. Kujdesohu për ta dhe vazhdo të ndihmosh të tjerët. Kjo është trashëgimia më e mirë që mund të lësh." Disa javë më vonë, Zoti Baba vdiq në gjumë, pa dhimbje, të rrethuar nga të dashurit e tij. Vdekja e tij la një zbrazëti të madhe, por edhe një pasuri të pashtershme kujtimesh dhe mësimesh. Dritan e çoi varrimin me dinjitet, duke u mbështetur në jetën dhe fëmijët. Ai e dinte se i ati kishte lënë jo vetëm një perandor i biznesi, por edhe një moralitet të fortë dhe një dashuri për njerëzit. Pas vdekjes së të atit, Dritan u bë edhe më i angazhuar në punën filantropike. Ai themeloi një fond në emër të atit, Fondi Baba për edukimin dhe shëndetin, i cili financoi projekte në të gjithë vendin. Ai gjithashtu shkruajti një libër me kujtimet e tij, duke përfshirë historinë e tij me jetën dhe mësimet e nxjerra nga eksperimenti i tij. Libri u bë bestseller dhe frymëzoi shumë njerëz të besonin në dashurinë e vërtetë dhe në rëndësinë e sinqeritetit. Ndërkohë, marrëdhënia e Dritanit dhe jetës vazhdoi të jetë një shembull i dashurisë së përjetshme. Ata festuan 50 vjet martese me një ceremoni intime në shtëpinë e vjetër në Himar, vetëm me familjen e afërt dhe disa miq. Në atë ditë, Dritan i dha jetës një dhuratë të veçantë, një album me fotografi që kishte mbledhur gjatë gjithë viteve, duke filluar nga ditët e para në atë shtëpi të vjetër deri tek momentet e fundit me fëmijët dhe nipërit. Në fund të albumit kishte një letër të shkruar me dorë. "Nëna ime e dashur, lexoj jeta me zë të dridhur, kur nuk e kam thënë mjaftueshëm sa mirënjohës jam për ty ti erdhe në jetën time kur unë isha i humbur dhe më tregove rrugën. Ti më ke dhënë jo vetëm dashuri, por edhe qëllim. Çdo ditë me ty është një dhuratë. Të dashurit e ardhshëm, çfarëdo që të sjellin, unë jam i sigurt se do t'i përballojmë së bashku, sepse ti je forca ime. Me dashuri të përjet, Dritani yt." Jeta nuk mundi të mbante lotët. Ajo e përqafoi fort dhe i pëshpëriti, "Edhe unë të dua, gjithnjë e më shumë." Fëmijët i shikonin prindërit e tyre me admirim. Shpresa tha, "Ju dy jeni shembulli ynë i dashurisë së vërtetë. Shpresoj që edhe unë të gjej një lidhje të tillë një ditë. Besniku shtoi, ju na keni mësuar se suksesi i vërtetë është të jesh i lumtur me ata që do, jo sa ke në bankë." Pas festës, ndërsa të gjithë u larguan, Dritan dhe jeta ndenjën të ulur në obor, duke parë diellin perëndimtar.
Ata kishin kaluar gjysmën shekulli së bashku, duke përjetuar gëzime dhe sfida, por kur nuk e kishin humbur besimin tek njëri tjetri. Dritan e kapi dorën e jetës dhe tha, a e mban mend kur pyeteje nëse do të tregoja të vërtetën? Jeta buzëqeshi. Si mund ta harroj? Isha aq e lënduar atë ditë. Dritan psherti. Më fal përsëri për atë. Jeta tundi kokën. Nuk ka nevojë për të kërkuar falje. E gjitha është e kaluar. Ne jemi këtu së bashku dhe kjo është gjithçka që ka rëndësi. Vitet e ardhshme sollën më shumë ndryshime. Dritan dha më shumë përgjegjësi në biznes për besnikun, duke i lejuar atij të sillte risit e tij, ndërsa ai vetë u fokusua në punën filantropike dhe në kujdesin për familjen. Shpresa u martua me një mjek të ri që punonte në të njëjtin spital dhe pati një vajzë të vogël, të cilën e quajtën Lumi, për të simbolizuar dritën dhe shpresën. Dritan dhe jeta u bën gjyshër të përkushtuar, duke kaluar çdo moment të lirë me mbesën e tyre. Një ditë, ndërsa po luanin me Lumin në kopsht, jeta ndiu një dhimbje të papritur në gjoks. Fillimisht nuk i kushtoi rëndësi, por dhimbjet u përsëritën. Pas disa ditësh, ajo ju nënshtrua kontrolleve mjekësore dhe diagnostikimi ishte i rëndë. Kancer në gjoks. Lajmi i goditi familjen si një goditje e rëndë, por Dritan vendosi të luftonte së bashku me të. Ai e mbështeti jetën në çdo hap, duke e shoqëruar në trajtime, duke kërkuar opinionet e mjekëve më të mirë dhe duke e mbajtur moralin larë. Jeta ishte e vendosur të luftonte. Unë nuk jam gati të largohem nga ju, tha ajo me vendosmëri. Kemi ende shumë për të jetuar së bashku. Dritan i përgjigjej, dhe ne do të jemi me ty në çdo moment. Ti je më e fortë se çdo sëmundje. Gjatë muajve të trajtimit, familja u mblodh rreth jetës. Fëmijët vinin çdo ditë, nipëria sillte gëzim dhe shpresë, dhe Dritan nuk la dorën as për një sekondë. Ai lexonte librat e saj të preferuar, i kujtonte historitë e tyre të bukura dhe i tregonte se sa e rëndësishme ishte ajo për të. Ti je zemra ime, i thoshte ai shpesh. Pa ty, unë do të isha vetëm një hije. Trajtimet ishin të vështira dhe të dhimbshme, por jeta tregoi një guxim të jashtëzakonshëm. Ajo humbi flokët dhe forcën fizike, por shpirti i saj mbeti i pathyeshëm. Një mbrëmje, ndërsa rinin në spital, Dritan i tregoi për një ëndër që kishte pasur. Ëndërova se ishim të rinj përsëri, duke ecur në atë rrugë në himar. Ti më kapeje dorën dhe më thoshe se gjithçka do të ishte në rregull. Dhe ja ku jemi, edhe përsëri ti po më thua të njëjtën gjë. Jeta buzëqeshi dobët. Sepse është e vërtetë. Gjithçka do të jetë në rregull. Pas 6 muajsh luftë, mjekët njoftuan se kanceri kishte hyrë në remision. Familja ndjeu një çlirim të pafund. Dritan qau me gëzim, duke përqafuar jetën si për herë të parë. Ti e bëre, tha ai me zë të ndjerë. Ti e mposhte atë. Jeta u përgjigj, ne e bëm. Pa ti, nuk do ta kisha arritur kurrë. Rimëkëmbja e jetës ishte e ngadaltë, por e qëndrueshme. Ajo filloi të fitonte forcën përsëri, duke u mbështetur në dietën e shëndetshme dhe mbështetjen emocionale të familjes. Dritan i kushtoi edhe më shumë kohë, duke i siguruar se ajo nuk do të ndihej vetëm kurrë. Ata filluan të udhëtonin përsëri, duke vizituar vende të reja dhe duke krijuar kujtime të reja me fëmijët dhe nipërinë. Kur Lumi mbushi 5 vjeç, Dritan dhe jeta organizuan një festë të madhe në vilën e tyre. Të ftuar ishin jo vetëm familja dhe miq, por edhe shumë njerëz që kishin ndihmuar gjatë sëmundjes së jetës, infermierët, mjekët dhe punonjësit e spitalit. Dritan mori fjalën për t'i falënderoj të gjithë. Ju nuk vetëm e shëruat gruan time, tha ai, ju na dha të shpresë. Ju na kujtuat se jeta është e çmuar dhe se dashuria është më e fortë se çdo sëmundje. Pas festës, ndërsa të gjithë u larguan, Dritan dhe jeta ndenjën të ulur në balkon, duke parë Lumin që flinte në krahët e nënës së saj. Jeta tha me zë të butë, e di se cila është më e mira për mua. Të kënaqem me këto momente të thjeshta. Të jem me ty, me familjen tonë, të shoh buzëqeshjen e Lumi. Kjo është lumturia e vërtetë. Dritan pranoi. Ti e ke thënë gjithmonë. Lumturia nuk është në gjërat e mëdha, por në detajet e vogla. Ndërsa vitet kaluan, Dritan dhe jeta vazhduan të jetojnë me plotësi. Ata arritën të mbushin 75 vjet, duke qenë ende të dashuruar dhe të respektuar nga të gjithë.
Historia e tyre u bë një legjendë në komunitet, një tregim i dashurisë së përjetshme që kalonte nga brezi në brez. Shkolla e trajnimit në Himar u rrit dhe u zgjua për të përfshirë një program për çiftet e reja, duke i mësuar atyre rëndësinë e komunikimit dhe besimit në martesë. Një ditë të dimrit, ndërsa rinin pranë Oxhakut, Jeta u përkul dhe e puthi në ball Dritanin. Faleminderit për gjithçka, tha ajo. Faleminderit për jetën që më ke dhënë. Dritan e përqafoi. Jo, faleminderit ty ti më ke treguar se çfarë do të thotë të jesh i dashur. Ata qëndruan atë natë të ulur së bashku, duke ndjerë ngrohtësinë e zjarrit dhe të dashurisë së tyre. Dhe kur momenti i fundit erdhi, ai erdhi në paqe. Jeta vdiq në gjumë, me dorën e Dritanit në të saj dhe një buzëqeshje të lehtë në buzë. Ajo kishte 92 vjet dhe kishte jetuar një jetë plot dhe të lumtur. Dritan e çoi varrimin me dinitet, e mbështetur nga fëmijët dhe nipëria. Ai nuk qau me dëshpërim, sepse e dinte se Jeta kishte shkuar në paqe dhe se ajo do të priste atë në anën tjetër. Në Varrezat, ai vendosi një pllakë të thjeshtë me mbishkrimin: "Këtu pushon Jeta, gruaja që më mësoi se dashuria e vërtet nuk vdes kurrë." Pas vdekjes së Jetës, Dritan u tërhoq nga biznesi dhe u fokusua plotësisht në shkrimin e kujtimeve të tij dhe në kujdesin për familjen. Ai shkrovi një libër të dytë, këtë herë për Jetën, duke përshkruar çdo detaj të dashurisë së tyre dhe mësimet që kishin nxjerrë së bashku. Libri u bë një burim frymëzimi për shumë njerëz që kishin humbur besimin në dashuri. Kur Dritan mbushi 100 vjet, ai u festua si një figurë kombëtare. Presidenti i vendit i dha çmimin për kontributin e tij në filantropi dhe për frymëzimin që kishte dhënë. Në ceremoninë, Dritan u ngrit dhe tha: "Më e madhja arritje në jetën time nuk është biznesi, pasuria apo çmimet. Më e madhja arritje ime ishte dashuria që ndjeva për gruan time, Jeta. Ajo më mësoi se dashuria e vërtet është pa kushte, e përjetshme dhe më e fuqishme se çdo gjë tjetër në botë." Pas kësaj ceremonie, Dritan filloi të dobësohej shpejt. Ai nuk vuante, por ndjente se koha e tij po afrohej. Një mbrëmje, ndërsa rrinte në karrigen e tij të preferuar duke parë fotografitë e vjetra me Jetën, ai mbylli syt dhe nuk u zgjua më. Ai vdiq në paqe, në të njëjtën mënyrë si gruaja e tij, duke lënë pas një trashëgimi të pashtershme dashurie dhe mirësie. Fëmijët e tyre i varrosën pranë Jetës, siç e kishin dëshiruar. Në Varrezat e tyre, ata vendosën një monument të thjeshtë me një mbishkrim: "Këtu pushojnë Dritan dhe Jeta, të bashkuar në dashuri për gjithmonë." Dashuria e tyre i mbeti besnik deri në fund dhe e ndau botën. Pas vdekjes së tyre, legjenda e dashurisë së tyre vazhdoi të jetojë. Fondet që kishin krijuar vazhduan të ndihmonin njerëzit, qendra e trajnimit në Himar vazhdoi të prodhoi profesionistë të shkëlqyer dhe librat e tyre u lexuan nga brez të rinj. Historia e tyre u tregua në shkolla, u diskutua në forume dhe u përdor si shembull për çiftet e reja. Dhe kur dikush pyeste se si të gjenin dashuri të vërtet, ata përmendnin gjithmonë emrat e Dritanit dhe Jetës. Sepse në fund të ditës, dashuria e tyre ishte prova se edhe në botën më të vështirë, njerëzit mund të gjejnë dritë nëpërmjet besimit dhe sinqeritetit. Ata kishin kaluar nga varfëria në pasuri, nga mashtrimi në besim, nga sëmundja në shërim dhe nga jeta në vdekje, por kur nuk kishin humbur dashurinë e tyre. Dhe kështu, historia e tyre mbaroi, por mësimi i tyre mbeti i gjallë. Dashuria e vërtet nuk ka nevojë për prova, ajo ka nevojë vetëm për zemër të hapur dhe besim të patundur. Nëse e keni atë, mbrojeni atë. Nëse jeni duke e kërkuar, mos u dorëzoni. Sepse, siç tregoi Dritan dhe Jeta, dashuria gjen gjithmonë rrugën e saj. Faleminderit që ndoqët historinë e tyre deri në fund. Nëse ju ka prekur, ndani me të tjerët dhe mbani mend se dashuria e vërtet ekziston. Mirupafshim dhe lumturi në rrugën tuaj. Dhe kështu, përfundoi një histori dashurie që filloi me një provë dhe mbaroi me një besim të përjetshëm. Dritan dhe Jeta nuk u ndan kurrë, as në jetë, as në kujtim. Emri i tyre mbeti sinonim i fidelitetit dhe trashëgimia e tyre, e gdhendur në zemrat e njerëzve që ndihmuan, vazhdoi të dritërojë rrugët e botës. Sepse dashuria e vërtet, kur rrënjët e saj janë sinqeriteti dhe durimi, as vdekja nuk mund ta shuajë atë, ajo thjesht e bën legjendë.